ju e përmendë që situata është shumë delikate. Sa janë gjasat, zoti Vukaj, sepse është artikuluar që bota mund të shkojë në luftën e tretë botërore? Kur e pyetën Einsteinin si e parashikon luftën e tretë botërore, ai thonë luftën e tretë nuk e di, po katërta do të bëhet me shkopi. Domethënë që një luftë e tretë botërore do sjell zhdukjen e njerëzimit. Dhe a ka udhëheqës të tillë shtetësh që të shkojnë deri aty? 13.000 sa armë bërthamore që ka sot bota, jo ruzullin ton, po edhe ca planetet e tjera. Edhe janë 30 si ne i zhdukin. 13.000 armë bërthamore. 13.000, nga cilat gjysmën i ka vetëm Rusia. Gjysmën i ka Rusia? Vetëm më shumë se gjysmën. Më shumë se gjysmën i ka Rusia? Ka Rusia, po. Po Ukraina? Kishte pas ka? Tani në qoftë se flasim për Ukrainën, Ukrainën kanë fillu që heret me gryna brenda. Qa ishte marrëveshja Budapestit në 94. Në Ukraina në atë periudhë ishte vendi i tretë bërthamor në botë, mas Rusisë dhe Amerikës. Marrëveshja Amerikë, Angli, Rusi, për heqjen e armëve bërthamore nga Ukraina, e dobësoi jashtë masa Ukrainën. Sepse po të kishte armët bërthamore sot Ukraina, jo, nuk ndodhte, por nuk do të flisnin me atë gjuhë që flasin sot me Ukrainë. Do të thënë mund ta pushtonte Rusia? Jo, edhe një herë, nuk mund të flisnin me atë gjuhë. Tani, historia, sepse e kam ma shumë për teleshikusin, flasin shumë njerëz tek ne, po, cila është zanafilla e kësaj lufte. Kur u shpërban Bashkimi Sovjetik, 3 presidentet e parë që nënshkruan shpërbamin ishin 3 presidentet e vendeve slave. Nga 15 republika që kishte Bashkimi Sovjetik, 3 vendet slave, Rusi, Ukrainë, Bielorusi, firmosën shpërbamin. Vendet tjera mënej me referendume, atë donin. Mirë po, këto dy si vendet më të mëdha, Rusia me Ukrainë u ndanë me të mirë, por nelen disa problemet hapura. Si që ishte ajo flotës ushtarake në detin e Zi, si që ishte në një problem tjetër dhe Rusi si kishte njëllë apo udhëheqës ruse, si të thush pishman Krimeja. Historia Krimes është histori sa e dhimbshme, aq edhe e vështirë për të kuptu. Fillimisht e ka qenë tatare, pastaj u bë turke, në 1700 sa ne pushtoi Rusia dhe u bë. Atë u ndërtu ndoshta baza kryesore e Rusisë në Evropë. Bashkimi Sovjetik e përforcoi shumë, sepse ndërtoi bazën e Sevastopolit. Kur në 54-shin, Hrushqovi, për të marrë me të mirë Ukrainën, apo Ukrainasit, sepse që kishte ndodhur, në kohën e në vitet 30, të persekutimeve të vllahtarshme në Ukrainë, Hrushqovi ka qenë sekretari i parë. Dhe për gjitha ato, krimet që janë bërë në Ukrainë kishte përgjegjësinë e vet. Kur u bë sekretar... Për gjitha ata që nuk e dinë, Hrushqovi nga ishte? Hrushqovi ka qenë rus. Rusisht. Por kujtojnë njerëz, shumë njerëz ka qenë në Ukrainës. Ai ka qenë rus, por ka punu shumë vite. Sekretari i parë. Ka punu shumë vite në Ukrainë. Ka jetu shumë vite në Ukrainë. Kur u bën sekretari i parë për të zhduk shumë gjurmë të atyre krimeve, shefin e KGB-s të Ukrainës e bani shef të KGB-s Bashkimi Sovjetik. Pra, njëkohësisht, urdhëroi zhdukjen e shumë dokumentave të KGB-s Ukrainës, ku delin qartë krimet e asaj periudhe, për cilat Hrushqovi ishte ndjeni, po për shumë tilla kishte urdhëruar. Atëherë, për të marrë me të mirë shtresën e mesme të Ukrainës, e cila nuk i harronte kollaj, i dhuroi Krimen. Por ç'ndodhi?
vërtet i dhuroi Krimen, por Sevastopolin e majti Kremlini. Pra në qoftë se deri atëherë që ishte pjesë e Republikës Ruse, atëherë Qelsin e Sevastopolit e majti Kremlini, pra e majti Bashkimi Sovjetik, ja kaloi nga Republika Ruse, ja kaloi. Edhe kjo meti, edhe kur shpërban Bashkimi Sovjetik, Qelsin e Sevastopolit e kishte Kremlini. Kur them Qelsin të bazës, do të kesh parasysh edhe një gjë që me vite, popullsia ruse është shtu shumë në Krime, dhe ka një moment që popullsia ruse ka qenë popullsia kryesore e Krimes. Pra ka ba ma shumë se gjysmë në 50% nga 60% në Krime kanë qenë rusë. Pavarësisht nga këto, kur u shpërba Bashkimi Sovjetik, udhëheqja ruse e kishte gjithmonë synin të Krimeja, pavarësisht nuk e shprehte. Por disa parti ruse, që u bënë shumë në atë kohë, e kishin programin e tyre Krimen. Dhe, kur doli problemi i Kosovës, me cilin Putini është marrë shumë herë, madje ka një periudhë që, si që thuash në një kanal televiziv rus, në Rusi flitet ma shumë se ku do në botë për Kosovën. Në Rusi flitet ma shumë për Kosovën. Këta e në dokumenta. Dhe, në këtë periudhë, kur shtrohesh problemi i Kosovës dhe Evropa dhe kryesisht Amerika po shkonin drejt shpalljes pavarësisë, se çliru ishte, por drejt shpalljes pavarësisë. Po kaloi një atëherë kaluan 9 vjet. Në 99 deri në 2008. 9 vjet. Atëherë në këtë periudhë Putini ngriti teorikisht problemin e universalizimit të çështjes kosovare. Që do të thoshte, ndërmjet tjerave, problemin e Osetisë Jugut, problemin e Abhazisë dhe nënkuptonte Krimen. Në ngjarjet e 2014-s, ku për mendimin tim, perëndimi ka shumë faj, sepse nga një anë e nxiti Ukrainën, nga anë tjetër e lanë balt, në këtë periudhë Putini ndërmori aneksimin e Krimes, gjojë me referendum, dhe elementet prorus në Donetsk dhe Luhansk ngritën krye dhe fillun luftën e armatosur. Perëndimi në vend që nga Amerika, në vend që të vinin, si shtot populli, ku finin të thana, përkundrazi, e dënuan me llafe, thanë që nuk do ta njohim zyrtarisht, por ndërmoren sanksione në 7-8 vetëve. Dhe gradualisht Rusia, duke pa dhe qëndrimin e perëndimit, mori zemër dhe arriti aty ku arriti në 2022 që e sulmoi. Me pretekstin, për mu që sharak, të denazifikimit dhe qarmatimit, po thëmë Shqip, me pretekstin. Sepse pa dhe dopsinë e perëndimit, dhe nolli e që nolli ku jemi dhe sot. Kja është me pak fjalë historie. Jo, i bët një panoram shumë të qartë, shumë shteruse, dhe të falenderoj shumë për këtë, dhe gjithë ata që na kanë ndjekur besoj kuptojnë më shumë tani se sa pa e shpjeguar Sheqer Vukaj. Tani, çështja janë dy, kryesore, e para është Kosova, dhe ne aty kemi gjithsyt, dhe e dyta është nëse ky konflikt mund të shpërthejë dhe mund të përhapet për shkak edhe të problemeve me NATO, sepse lajmi fundit janë dy. Një, Elon Musk ka thënë që Amerika të largohet nga NATO. Rrjedhimisht, a është Evropa aq e fuqishme sa të mbaj NATO-n? Dhe tjetër, zëdhënësja e shtypit e Pentagonit ka deklaruar dje në një status, unë ja dërgova zoti Vukaj, që ta bëjmë Kosovën sërish Serbi. Ju më dërguat po në kërkova gjithandaj në lajme dhe nuk e gjeta. Madje hapa edhe sot në mes edhe lajme të ruse që janë qëndrojnë kështu, domethënë
presin çdo lajm, nuk i gjeta. Jo, e ka dhënë agjenci, edhe të Kosovës e kanë dhënë. Mund të jetë lapsus, sepse mund të jetë, unë nuk e di, por unë kam parasysh, para pak diç, kur ishte festa e Kosovës, dita shpallës, telegrami i Trumpit ishte shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Pavarësia e Kosovës. Ja, kjo, Kingsley Wilson. Po, pashe. Me Kosovë, Serbia, again. Ta shofim. Por, unë du t'i besoj Trumpit. Sepse të kthesh edhe njëherë Kosovën në Serbi, atëherë të do të ketë luftë në Ballkan. Nuk e pranojnë kosovarët. Sigurisht. Atëherë do ketë luftë përsëri. Unë dyshoj që është një lapsus. Unë dyshoj. Megjithatë ta shohim. Unë i qëndroj, ose du të besoj, telegramin e Trumpit për pavarësinë e Kosovës. Dhe disa thënie të tjera. Që ja dërgonte, për të qenë korrekt, presidentes Osmani. Po, presidentes, shiko, pavarësisht, ai është president, zakonisht telegramit i bën president. Po, jo, kjo është normale. Nuk është pavarësisht nga problemet që mund të kenë në kurët e tjerë. Por është president me president. E parashikoni, zoti Vukaj, Kosovën që të ketë probleme, sepse tani atje tashmë ka një krizë me Serbinë, dhe ne dim të gjithë. E parashikoni që çështja e Ukrainës mund të zhvendoset në Ballkan, sepse Serbia, zoti Vukaj, është Rusia në Ballkan. Do të kujtoj një thënie të Putinit në 2021, kur Vučići shkoi në Moskë, në konferencën e shtypit, Putini ndërmjet tjerave tha: Ukraina është Rusi, ashtu siç është Kosova Serbi. 2021. Po. Pra, kur Putini apo Rusia përgatitesh të sulmonte Ukrainën. Pavarësisht pastaj e tjerat që u bë dhe historian Putini, u bë dhe gjuhtar, u bë dhe antropolog, e gjithçka që Ukrainës i janë ruse, e tjerë. Por unë kthehem te kjo e jona që Kosova është Serbi. Kjo s'duhet harru. Dhe ne duhet jemi tepër vigjilent. Qofse ke parasysh, pak ditë. Kosova e Serbia, tha Putini. Putin. Para pak diç, kur gjykata e Bosnjë Hercegovinës dënoi Dodikun me 1 vit burg e 5 vjet pa drejtë e tjerë, Putini deklaroi që do të ketë pasoja jo vetëm për Bosnjë Hercegovinën, por për krejt Ballkanin. Çfarë do të thotë? Kujdes Ballkani. Sepse ata janë të gatshëm që me spostu vëmendjen konflikti me Ukrainën. A janë kushtet sot? A është Serbia? Serbia sot është një situatë tepër të vështirë për vete. Domethënë demonstratët që janë edhe më të mëdha se kur zon Miloševićin. Janë masive. Janë edhe më të fuqishme se sa kur zon Miloševićin. Janë më të fuqishme? Më të fuqishme. Paktën siç thonë edhe vetë serbët. Paktën nga analizat që bëjnë. Më të fuqishme sepse ato Milošević bën si shpejt dhe si skenar ishte. Skenar, po pavarësisht dolën në rrugë tjere detyruan atë kohë. Këto janë më të forta. Këto janë më të fuqishme, thonë specialistët. Sepse këtu tashmë nuk janë edhe me, si thush, kërkesa politike apo partijake. Këto janë me kërkesa, preteksti është pshemja saj mulesës stacionit e Kurudor, por 2-3 ditë e fundit dolën dhe me kërkesa edhe për dorëheqjen edhe të Vučićit. Pra kalu dhe në kërkesa politike. Por në këto kushte nuk është çudi, sepse edhe ato opozitarët e Vučićit nuk janë pro Kosovës. Nuk ndryshojnë qëndrim. Shiko, ka një përmendimin tim. Kushdo politikan që të pranoj pavarësinë e Kosovës, ai të nesërmen nuk është më në politikë në Serbi.
Po politik nacionalizmi serbashtitiv që nuk e pranon. Në politik, okej, po është në jetë thuaj. Unë po thëmë në politik, tash, se në jetë e parë gjingjicin, po nuk është era parë që në Sërb të vrasin kryeministra, ministra, tjere. Ata vranë kryeministrin, ajo shoqëri që vret kryeministrin, pse është pro-perëndimor. Mirë, pra, ne duhet jemi tepër të kujdes.